Akoma më duket e pabesueshme ajo që ndodhi në Bram. Pse? Me shku robja që rënë vetëm për vëmendje. Zemra, ne kemi një fjalë që themi ai stan atë bulmet ka. Po. Momenti që je ai tip, ai njeri, ai karakter. E di çfarë i thash sot ju Gert edhe me vërtet kur ta mendosh. Tani ai është njeri që falet, edhe është burr, baba, gjitha. Një njeri që falet, që ndjen shpirtnisht, ne gjithë e dim që i minimizohen ndjesitë e egos, hakmarrjes, gjërave. Ai tani falet edhe thot mu, ajo ma bëri do ja bëj edhe unë. I them po çfarë mesazhi jep ti publikut që ti një njeri që falesh, duhet të jesh më i paqt dhe duhet të falesh dashni kur tjerët sulmojnë. Si mund të thuash unë do hakmer? Po jo, Sasa nuk e sulmoj unë. Ai e provokoi pa lidhje fare, po pa lidhje fare. Edhe sikur me zi kishte pritur, që ta kap, që të dale, do me thënë. Po, sikur e kishte prit momentin. Ai e ka pas në kokë për ta sulmuar Sasën për atë gjë, dhe e ka pasur shqyr, hapja në qik derën, Bian, shqyr që i dha një mundësi, edhe pse s'kishte lidhje fare, me dalë aty ku donte ai. Sa ajo gjëja realisht nuk kishte lidhje fare. E di si më tha mu që parë. Tha, unë thjesht e pyeta, a e ndjen ti veta shqiptare? Unë i thash, si mund t'ja bësh pyetjen, një shqiptari që flet shqip, ha shqip, jeton shqip dhe mendon shqip, a je shqiptar? Që të pyetja është ofendimi? O, e ka pas në tru që do t'a sulmonte për atë gjë, ai ka ardhur me ide të qarta. Dhe e di si tha edhe diçka tjetër. Tha që, unë e pyeta, a kjo ishte ajo gjëja që më the para një dite, unë do them një fjalë për Sasën që do rretullohet gjithë shtëpia? Jo, ajo është pas javë. Tha pas një javë, po i thash si mundet një njeri që falet, që ka qetësi shpirtërore, se beson thon Zot, të bëj me plan të sulmoj dikë tjetër, me paramendim. Se në tensione si për hajt, më njerëz jemi ndodh pa dashje. Sepse ai me sa duket e ka kaq të rëndësishëm këtë format, sa nuk ka limit. Nuk ka limit. Mund të preki edhe aty ku s'duhet, edhe aty ku është. Larkë qofë bënë të këqia tjera, i këshu si ka nisë. Njerëzit që japin çdo gjë për famë dhe për lek. A i tani edhe faljen për e kërkojnë. Si mund thot më falë, kurse tani thot unë javës tjetër do e bëj një të keqe me paramenim. Po që më falë, o shpirt, atë thash edhe për punën e shkurtës. Që po diskutone. Ja zgjove ti ndërgjegjen, jo. Aji është goxha burr, nuk është kalama. Atë gabimu ta bëj një kalama. Mirë, i ndodhet të pari tek punë një herë. Po jo, shpesh se nuk të vjen tjetri të të thotë. Po, se kam bërë gabime dhe po shkoj t'i kërkoj falje, jo. E ka bërë sa për sy e faqe, sa për sy e faqe. Unë ja thash, si mund të kesh ndjenjë hakmarrje kurse ti lexon Kur'an dhe falesh. I bie dhe fal. E di s'du me u ngarku gjunafe, po realisht kështu është, i bie dhe fal. Po s'ka hakmarrje ai thjesht do domethënë të bëjnë njerëzit të nxjerrin nga vetja. Me sa duket kjo është strategji e tij, po është strategji shumë e shëmtuar. Ama jo kështu. Po. Si? Këtë mujna me nëzirë njëni tjetërën për vetës nëse ja u përmanë në familje. Pikërisht pra. Për jashtë tani pra ne them, ai ka zgjedhur strategji shumë të shpifur, shumë të ulët. Edhe ku para kamerave, po le ta niste jashtë, po jashtë nistin gjakmarrje për këtë muhabet. Me ta prek njeriu si me fjalë ose me vepra familjen. Edhe çfarë mesazhi një njeri që falet, t'jape mesazhe të tilla. Nuk e di. Do më lësh sa nga këto? Ato duan, pa ato. Morone për i kuptoj keq ata se pranoj këtë muhabet, hequne. S'është normal. Edhe se në këto mërana s'ka ka bo jashtë. Po mënej qka ka shkaktu kështu. A i do të automatikisht me dal nga loja. Sa a i thot do kërkoj falje, pa a i që sot thot do i jatem javës tjetër diçka me paramenim. Diçka të keqe. Nuk rregullohen këtë sarant me më falë. Po, pra, se duhet bjetë shpirtnore. Po jo më mos e bëj fare. Po se bëre fare, s'ke nevojë as tush më falë pastaj. Po, fiks. Një njeri që i bë me paramenim gjëra që e di se çfarë shkakton,
Faljen e ka sa për sy e faqe. O më sikur jashtë shtëpisë e ke po kur të bën një krem, të thjesht sa du shkoj gjykatë se të im fal. Po, ti e ke bë. O kry. E ke bë me paramendim fotografi. Kush i njeri që vjen këtu edhe falet. Ai ka vite që falet, ka vite që lexon, ka vite që agjeron, plus më duket kishte shku edhe në qabe, mos gabojmë, apo jo? More pavarësisht faljes ajo, sa ajo është gjë shumë personale që asnjëherë nuk e përmend. Njeri si njeri. O njeri insan, njeri që është njeri që i ka do vjetë, ai do të me ditë që jënë do sane që zbohen. Po, Qaq. ama sidomos që ndjen shpirtnisht Po, afër ato Zotit shpirtnisht, ato vetëm. janë personale, ato, edhe pse më i përdorën, çështë që po thotë, nuk e shti për të vetëm në arsye që besimi dhe politika janë çështje personale, në mënyrën që ti beson. Jo, edhe ku dua dal. Po, më di shumë mirë, po. Kam dëgjuar gjyshen që është Po, fal edhe njerëz të tjerë. çashtu është. Ndjen një paqe shpirtërore. Eksakt, dhe po. sado keq i bën tjetri, ata Eksakt, thjesht largohen. po. Se s'du me e bot njëtën, dhe unë i thash, në rast se ti thu që ajo me ofendoi dhe bëri pa drejtësi, pse ti do me ja bot, jo, në rast se thash, pse ti do me ja bot njëtën? Kurse ti e din se qatë keqe ka bajo. Pse ti e prish zemrën dhe mendjen për dikë tjetër? E zem se edhe bëri vërtet, se unë nuk i Po di jo, po gjërat. të flasim me fakte. Okej, me fakte. Me fakte ai thjesht kishte pritur momentin sepse e kishte si synim që unë sasën do ta sulmoj në këtë pikë. Që këtu është shumë e poshtë, është shumë e Ajo ulët. është e keqe më e madhe se një njeri që të E shanë në dyta, tensione shfrytëzoj një gjë kot fare. Edhe Për ja një bën thjesht pyetje fjalë, bëra. po se ne e përdorim këtë fjalë, ja, Po. po turpeve, edhe duke gëzu, të kapa, të zura, ja, Falës. Falës. skandal. Aktori keq. Shumë i keq. Po jo, nëse nuk merren masa manena i njerëz të tjerë morin zemër. Po, që ngelet për ne? Po pse vajta unë i thash mos më fol fare, po s'kërkove falje shkurtët. Se ai sot ja thot shkurtës, nesër ja thot Albës, pas nesër ma thot mua, edhe... Lidhje kërkoj faljen prajme dhe rregullohet, hajde. Po, ta kërkoj asë njësja Nuk e du faljen. Se dim që s'është e vërtet. Se i bën të këshijat me paramenim. Ai kërkoj falje për degenerimin, prapë e vazhdon. Dhe sot, ndërkohë që ka pasë sa ka prek një njeri që ja ka prek familjen, prapë thot, unë javës tjetër do bëj diçka me paramenim. A përshës që nuk ka këtu kur farë hapësire për diskutim? Kur farë hapësire për diskutim sa këtu? Loja sa do e keqi që më të me konë, si për shamu qaj e punë me makjazh, ose me ato, prapë të qëndrën në korniza. Ama prekësh familjen, moral, jetën, Peshtin luftën, peshtin familjen, peshtin këjshita nena, Ja, dhe peshtin gjona modeli. politike. Si e të në se në të buku me zë. që ka ndodhë jashtë. Edhe ma, 28 nëntorë, ku njerës janë. kur e bëri brama ja. Unë po të kalëzoj që jashtë njerës, flakë shku jashtë, flakë. Me i thënë shqiptar, se akcepton, ai thot, unë thjesht pyetje i bëra e ndjen vetën shqiptar. Po si mund ta pyesësh një shqiptar e ndjen vetën shqiptar? Ajo shqip po flet, ajo shqip po han. Ajo shqip mendon. Pyetja është vetë ofendim. Se di çdo kush thot, nuk bëri gjë ty, po ne, kur shofim dikë që dikush po i bën diçka, ne jemi njerëz e ndjejmë dhimbjen. Mua e di që më shqetëson më shumë. Më shqetëson kjo ideja me dalë në prime, po me dalë në prime dhe nuk ka rëndësi përse. Për gjonat shëmtuta, qa e do atë prime, qa e do atë vëmëndjen. Kurse shkatron veten Dhe me tënde, thë familjen të tënde. shesësh shpirtin për vëmëndje. Ajo është gjëja më e keqe. Unë këtë se pranoj do të s'ma kap truri. Ke bërë diçka gabim, je nxehur, ke dal nga vetja, ke lëshu një Në laf. moment, edhe Jam pranohet dakord, falja, po ta bësh me vetdije, Me paramenim. gjëra kaq të shëmtuara, kaq të ulta për të dalë në prime, Edhe unë kjo them paktën robi ru një Nuk, faqe se je ti para po fare Zotit. kur mos dalësha në prime, kur.
Po. Fare. Më mirë mos me dalë se sa kështu në mënyrë të Lloj madhe, me prish më vete do më para rrëfime. Zotit. Për Zotin mendoj që duhet të futet edhe ky rregull i kush preket direkt në familjen moral, direkt Po janë rregullat o Alba, janë rregullat se i kemi lexuar gjithë rregullat. Në minim, po jo kështu me dalë direkte. I kemi lexuar gjithë rregullat. Në minim thot rregulli, po jo dalje direkte nga shtëpia. Janë shumë tematikat që kanë kalu nivelin. Tepër. Është prek orientimi, Po, jashtë, kur është përmend. po. Kur? Orientimi, Po. Orientimi, numër 1, Super e shëmtuar. është prek lufta. lufta. Po. Është I është të femrës e degeneruar. gjoja më brutale që më është mendohet. Po. Ma brutale, a mërë ty kush më të shumë ma keq ty? Se sa qatë Ore jo, e di që ishte akoma Para merën. nanës. Sa po thoshte përshëndes. Unë ato kesh. Në këto Po. dhe ti. Ato kesh. Nuk ti. Ka thënë vajza është degenerim, kështu i ka thënë? Femër e degenerume. Po e ki vajzën e degenerume. Dhe më thonë, E 3. kupton ti? Ka prek një zemër nëneje, që nga nëna kena dalë gjithë. 3. Qa ka prek diçka tjetër në tematikë? Po, këjshit. Dhe me thonë mundësin për ata, po. Po familjen Sasës, po vjen Edhe këtu dhe i thot sytë arditit edhe të kushtrimit, unë jam i vetëmi solist këtu. Oke, ajo mund të më ajo qenë është provokim, ofendim. ajo është në kodë. Si provokim? Mund të më qenë provokim, vjen të unë jam moderator.